Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, mori pjesë në prezantimin e fushatës Ska shkurt, një nismë mbështetur nga OSBE që synon ndërgjegjësimin e të rinjve për rreziqet e përfshirjes në palishmëri dhe krim. Fjalën e tij përshëndetse, ministri e nisi me një referencë ndaj një urtësie të vjetër shqiptare. Rruga e shkurtër të nxjerr gjatë, duke lidhur drejt për drejt me mesazhin e fushatës. Sot, në epokën e rrjeteve sociale dhe të iluzionit të suksesit të menjëhershëm, kjo shprehje tingëllon më aktuale se kurrë. Në një farë mënyre, Ska shkurt është përkthimi modern i kësaj urtësie të vjetër shqiptare. Çdo rrugë e shpejtë drejt suksesit, që anashkalon ligjin dhe mundin, në fund të çon më larg nga ëndrat e tua. Angazhimi ynë është i qartë, të ndërtojmë një sistem drejtësie që ndërhyn herët, që parandalon përfshirje në krim dhe që ofron mundësi të dyta për ata që zgjedhin të kthehen në rrugën e duhur. E ardhmja nuk ndërtohet mbi frikën, por mbi besimin, jo mbi mashkrimin, por mbi meritën. Nuk ka rrugë të shkurtra drejt suksesit, ka vetëm zgjedhje, dhe zgjedhja e duhur është gjithmonë ajo që respekton ligjin, dinjitetin dhe të ardhmen, u shpreh Lamallari. Ministri e cilësoi parandalimin e kriminalitetit tek të rinjt si prioritet të politikave publike të Ministrisë së Drejtësisë. Sipas tij, investimi më i madh që mund të bëhet është mbrojtja e të rinjve nga rrugët e gabuara dhe ofrimi i alternativave reale për zhvillim.